Të dashur miq, atë kemi sërish së bashku dhe pikërisht për këtë ditë kaq të rëndësishme, kuptohet se edhe ne në studio do të kishim dhe pse në një lidhje virtuale, do të kishim një mësuese e cila është mësuese Nazlie Miftari Mehmeti për të na treguar pak më tepër për këtë profesion kaq fisnik, ndër më fisnik ndoshta dhe si e përjeton ajo tek këtë ditë për ta uruar atë dhe të gjithë mësuesit. Nëse mundet ju lutem regjia. Përshëndetje, dëgjojmë. Përshëndetje, po dëgjojmë. Faleminderit që jeni pjesë e studios tonë sot në këtë ditë kaq të veçantë, kaq të rëndësishme për ju dhe për ne, dhe më lejoni që t'ju uroj gëzuar 7 marsin, ju dhe të gjithë mësuesve në shkollën tuaj dhe në të gjitha shkollat dhe se ku flitet dhe ligjërohet shqip. Të faleminderit Argjira. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi që t'jem pjesë e emisionit tuaj. Kënaqësia është e jona. Më thoni pak, çfarë do të thotë për ju të jesh mësues? Të jesh mësues, unë do të kisha thënë që nuk është thjesht një profesion, por një mision dhe një përgjegjësi vërtet shumë e madhe. Pasi të jesh mësues do të thotë të frymëzosh, të mbështesësh dhe të edukosh brezat e ardhshëm, duke u bërë një udhërrëfyes në rrugën e dijes dhe të jetës. Personalisht, të qenit mësuese është vërtet një përvojë sa e veçantë, po aq dinamike, sepse çdo ditë është ndryshe, çdo ditë sjell sfidat dhe mundësi të reja për të ndikuar në formimin e nxënësve. Çdo nxënës ka historinë, talentin dhe potencialin e tij të dijes dhe detyrë. Imja dhe ynia është të ndihmojmë në zhvillimin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. A mund të themi se ky profesion fillon dhe mbaron vetëm gjatë orëve mësimore, ose është një profesion që të ndjek gjithmonë dhe edhe në përditshmëri, edhe pasi del nga obori i shkollës? Patjetër që po. Do thotë sa jemi brenda oborit të shkollës dhe brenda institucionit, ne mbarojmë pjesën formale, mirë po pjesa më e rëndësishme është ajo kur ne dalim prej aty, sepse gjithçka që kemi zhvilluar dhe realizuar brenda atij intervali kohor të orarit mësimor e mbartim në shtëpinë me vete. Pastaj me të gjitha analizat dhe të gjitha ato finesat e vogla që duam t'i përmirësojmë apo të shohim të shtojmë diçka ose thjesht të elaborojmë më tepër atë që ne kemi bërë para nxënësve. Ju si mësues jeni për atë se mësuesi duhet që të jap vetëm dije, pra të ligjërojë atë që i është dhënë me plan program dhe aty përfundon puna e tij, ose vazhdon edhe në atë që duhet t'i edukoj fëmijët edhe për ato gjërat të cilat nuk i kanë në plan program dhe t'i mësojë ata gjëra jetësore, gjëra të cilat jo gjithmonë lidhen me mësimin e ditës. Argjira, sigurisht vetëm ligjërimi i mësimit dhe i lëndës mësimore, asnjëherë ndoshta nuk do t'ja kishim dhënë këtë thjesht dhe të misionit e profesionit të mësuesit. Kuptoj që mësuesi nuk është vetëm dikush që transmeton një hudi, por edhe një model sjellje, do ta kisha thënë një mentor, një motivues. Duke marrë parasysh dhe të gjitha gjërat të cilat ne edhe sapo i thamë, mund të themi se mësuesia, pra ky profesion që kërkon kaq përkushtim dhe kaq punë, është ndoshta ndër më fisnikët? Po, padyshim, profesioni mësuesit është një nga më fisnikët, do thoya, sepse mbi ne rëndon përgjegjësia e edukimit dhe formimit të brezave të rinj. Unë edhe pak më herët e thash që mësuesi nuk është vetëm dikush që transmeton njohuri, por edhe një model sjellje, një mentor dhe një motivues. Dhe lirshëm do të them që nëse ka një profesion që formon të gjitha profesionet tjera, ai është pikërisht profesioni i mësuesit. Ju vetë jepni mësim, pra jeni mësuese e ciklit të lartë gjërgjegjësisht klasave nga e 6-ta deri tek e 9-ta. Është një shkallë ku edhe fëmijët janë shumë të interesuar, janë kurioz, janë të interesuar për gjëra se çfarë ndodh përreth, janë shumë kurioz, kanë ende shumë gjëra të panjohura, kanë filluar që të pavarësohen deri diku. A është kjo një sfidë në vete për ju? Deri diku po, pasi vërtet nuk duhet që në klasë të hyjmë vetëm me materialin e përgatitur, mirë po duhet që
pak edhe psikologjin ta forcojmë dhe ta ushqejmë në një farë mënyre, pasi janë në një fazë ku duhet të dish mirë të menaxhosh. Në moment që je duke ligjëruar ndodh që ju humbet edhe koncentrimi dhe duhet të dish mirë t'i kthesh në orë, jo vetëm fizikisht, po t'ua kuptosh botën dhe në një farë mënyre ta ulësh pak nivelin tënd dhe të flasësh në mënyrë më shoqërore me ta. Derisa flasim për menaxhimin e nxënësve. Më përpara e kemi parasysh se mësuesit në kohën kur prindërit tanë mund të kenë qenë nxënës, kanë qenë pak më të rrept, pak më strikt, ndërsa sot janë pak më të butë, le të themi kështu. Si ka ndryshuar autoriteti, pra ai respekti ndaj autoritetit të mësuesve ndër vite, si mendoni ju? Mund të themi që autoriteti mësuesit ka evoluar bashkë me ndryshime shoqërore sistemike. Nëse këtë që e the edhe ti, nëse dikur figura e mësuesit ka qenë figurë qendrore në klasë, sot ka një qasje më të ndryshuar. Ne për nxënësit nuk jemi vetëm ligjërues të lëndës, mirë po jemi edhe një udhëheqës pedagogjik dhe psikologjik që ndërtojmë edhe marrëdhënie bashkëpunuese me ta. Mirë po sërish do të kthehemi te ajo që duhet ta ruajmë autoritetin tonë si mësues dhe për ta ruajtur autoritetin duhet që respekti të fitohet përmes profesionalizmit, komunikimit të hapur dhe ndërtimit të një mjedisi mësimor, ta them të bazuar në mirëkuptim dhe në bashkëpunim. Në këtë segment, rol kyç gjithashtu luan edhe familja, edukata familjare e nxënës. Nëse nxënësi vjen i kompletuar, nuk do të kemi asnjë problem. Do doja të ndalesha pak tek ju. A mbani mend ju mësuesit tuaj të parë? Patjetër që Si kanë qenë ato, na tregoni pak, sepse dita e 7 marsit është po ashtu edhe për të kujtuar ata të cilët na kanë ndihmuar ne që të formohemi, të zhvillohemi dhe të ndikojnë në atë që ne jemi sot. Kështu që le ta shfrytëzojmë pra këtë rast për të kujtuar edhe ata. E për t'i falenderuar që ne Dhe për t'i falenderuar. Natyrisht që më kujtohet dhe mendoj që mësuesit e parë kanë lënë gjurmë tek të gjithë ne, jo vetëm tek unë, qoftë si mësues apo çfarëdo lloj profesioni tjetër që kanë prirë të tjerët. Përveç krim leximit, nga ata mësuam edhe disiplinën, mësuam edhe kurreshtjen, vlerën e përpjekjes së vazhdueshme. Dikur mësuesit kanë qenë vërtet, do të kthehemi te autoritarët, I kemi dashur shumë, kemi pas dashurinë ndaj mësuesve, mirë po gjithashtu kemi pas edhe frikë, po tani u dim vlerën. Jo kur kemi qenë atëherë në blanka shkollore, mirë po tani që jemi rritur e dim se me të vërtet të gjitha themelet të cilat I kam vendosur ato kanë qenë mos me vlerë. A ka ndonjë porosi që ua kanë thënë juve si nxënëse që ju sot ua thoni nxënësve tuaj? Na thonin gjithmonë që mësimi gjithmonë arrihet me përulësi dhe unë atëherë asnjëherë nuk e kuptoja dhe e kam shënuar këtë, si mundet të përulesh e të mësosh. Po aty kam mësuar se me të vërtet ndoshta ka qenë një fjalë ose një shprehje strukturuar me pak fonema, po që në vetë ngërten vërtet një kuptim shumë të madh dhe të fuqishëm prej pikpamjes time tani. Se nxënësi çdo herë duhet të përpiqet dhe nuk duhet të merr prej më të lehtës. Qoftë edhe ndonjë rrugë e rëndë që është kuptohet në kornizat e arsimit, duhet të jetë sado sfiduese, duhet të testohet, të provohet sepse vërtet ja vlen. Dhe besoj se me këtë me përulësi mund të jetë edhe në ata aspektin që të mos mendojmë se dim gjithçka. Por gjithmonë të jemi kurioz, kureshtar për të ditur më tepër nga ajo se çfarë dim. Ta ruajmë atë modestinë, sepse edhe ne mësuesit mësojmë. Mos të mendojnë nxënësit që këta janë mësues dhe dinë dhe kanë mbaruar, përkundrazi. Një mësues I mirë është ai që vazhdimisht mëson. Çfarë bën realisht një mësues të mirë, sipas jush? Unë Argjira gjithmonë bazohem në 6 shtylla, do thotë për qenë një mësues I mirë dhe si unë e shoh mësuesin e mirë, një
person, një individi i cili krijon një ambient pozitiv mësimor, një që kupton nevojat individuale të nxënësve, një që ofron mbështetje dhe frymëzim, që ndihmon në zhvillimin e aftësive të mendimit kritik dhe kreativ, që është i përkushtuar në zhvillimin profesional të tij, që krijon një klimë bashkëpunuese dhe respekt reciprok. Kështu që qënë ka një mori gjërash, jo vetëm një gjë që mund ta klasifikoj patjetër një mësues të mirë, por është një njëra tjetra, gjitha këto që përmenda plotësohen me njëra tjetrën, ka edhe shumë të tjera mirë, po këto janë thelbësoret për të formuar një karakter dhe një imazh të një mësuesi të përkryer, mund ta them. Sa janë nxënësit të vetëdijshëm për ndikimin e mësuesve në zhvillimin e tyre personal? Mendoj që nxënësit nuk e kuptojnë menjëherë ndikimin tonë, sidomos në formimin e tyre personal, sepse ndoshta edhe ne kemi qenë kështu në moshën e tyre. Ata zakonisht na shohin si një udhëzues për lëndës shkollore, por me kalimin e kohës kuptojnë se vërtet kemi qenë një burim mbështetje dhe i rëndësishëm në formimin e vlerave dhe aftësive të jetës së tyre. Përmendëm dhe më herët për respektin për atë autoritetin që ka evoluar, siç e thatë dhe ju. Po a respektohet si duhet, siç meritojnë sot mësuesit nga ana e nxënësve? Ndoshta është ajo liria pak që ju kemi dhënë nxënësve ose vetë ata që i kanë fituar të drejtat e tyre, që mos t'ua bëjmë edhe aq trishtuese raportin ose aq trishtues raportin nxënës-mësues. Respekti, kuptohet që respekti për mësuesin është faktor kyç për sukses dhe për arritje, dhe nuk mund të mohohet që dikush mundohet ta ulë ose të mos e jep respektin e duhur ndaj mësuesit. Megjithatë, e kemi edhe pjesën tjetër të nxënësve dhe të prindërve të cilat e kuptojnë dhe e vlerësojnë rëndësinë e mësuesit ashtu siç meritohet. Ju keni dhe babain tuaj po ashtu mësues e keni pasur në jetë dhe besoj se keni marrë shumë shembull nga ai. Siç marrim dhe ne të gjithë të cilët e kemi njohur rrugës, bëj fjalë për profesorin Naser Miftarin, të cilin ne e përshëndesim, ka qenë shpesh dhe mysafiri jonë, gjithmonë i gatshëm për të folur për çfarëdo lloj teme që lidhet me nxënësit dhe me arsimin, dhe madje shumë i hapur dhe ndaj ndryshimeve bashkëkohore, një gjë që më ka bërë shumë përshtypje nga ai si profesor. Si ka qenë raporti juaj në kohën kur ju keni qenë nxënëse dhe tani që jeni bërë dhe kolegë? Ndoshta a bëni dhe konkurrencë se kush i mban nxënësit më mirë? Ndoshta ndodh ndonjëherë, deri tani fola në prizmën e një mësimdhënëseje, po tani që ma përmendet babin, do duhet ta ndryshoj pak qëndrimin. Vërtet argjira të rritesh me prind mësues është një shkollë më vete, do ta kisha thënë. Babi është një rol modeli imi dhe gjithmonë nderoja të ndiqja hapat e tij. Unë e shoh këtë jo vetëm si një trashëgimi profesionale, por si një dhuratë të çmuar që do ta mbaj gjithmonë me vete. Pasi vërtet babi ka qenë, si ta shpjegoj babin, si një burim i pashtershëm që vazhdimisht më ka mësuar një mori gjërash të cilat ndoshta edhe do të kemi rastin të përmendim pak më andej. A ka qenë vendimi për të vazhduar në këtë drejtim i përbashkët? Ka qenë dëshirë e tia ose ka qenë vetëm dëshirë e jotja? Fillimisht ka qenë ëndër e imja. Do thotë kur e shihja babin me gjitha ato elant se si punonte, ëndërroja që një ditë të bëhesha si babi, kuptoj që më ka këshilluar për gjitha epërsitë, për gjitha mangësitë që mund të sjellë profesioni i mësuesit, dhe mendoj që ka qenë vendimi i përbashkët. Çfarë të ka mësuar, diçka që do doja ta ndash dhe me ne, meqense fol me aq shumë dashuri dhe ngazëllim, dhe do doja që të kishim dhe ne më tepër informacione, pse jo, diçka që mendon se duhet që ta dinë të gjithë. Patjetër. E di që asnjëherë nuk mund ta përkusoj
gjithë bagazhin e dijes e vlerave që ka marrë mësuar nga babi si mësues, pasi ai nuk është thjesht një mësues, por të gjithë e njohim si një figurë që me të vërtet nuk do të ndalet në rrugtimin e dijes. Do shta një emisioni tërë do të më duhet që t'ja kushtoja babit, po do t'a bëjmë do një ditë tjetër, që kur isha fëmijë e shihja se si përgatitej për mësim. Me përkushtimin e tij që nuk ndryshonte kur pavarësisht lodhjes, pavarësisht sfidave, më kujtohet kur kthehej nga shkolla, nga puna dhe shpesh në vend që të fliste për vete, fliste për nxënësit e tij, për përparimin e tyre, për ëndrat e tyre, për brenga që ata ndanin me të dhe kjo më mësoi diçka që sot e kuptoj edhe të mirë. Që një mësues nuk është thjesht dikush që gjeron mësim, por dikush që kujdeset, që ndjen dhe që jeton të përfituar tek të tjerë. Gjithashtu, prej babit ka mësuar që të jesh mësues, do të mos ndalesh kur, sepse babi zgjohej çdo mëngjes me pasion dhe motiv të ri, me një dëshirë të dyfisht për të qenë më i mirë e për të dhënë më shumë dhe ky është mësimi më i madh që ndoshta ka marrë prej tij. Kur bën një punë me zemër, nuk bëhet kur e lutshme, nuk bëhet kur dëshirë, po thjesht bëhet se kjo. Dhe këtë mundem ta konfirmoj si një person që është rritur me një mësues në shtëpi, sepse nuk pata fatin për ta shijuar ndoshta edhe sot në momentin kur ne rritemi dhe kemi edhe më tepër nevojë për këshillat e tyre. Gjithsesi, të pasurit mësues në shtëpi i ka dhe ato peripecit e veta, sepse janë ndoshta shumë kërkues, duan më të mirën nga fëmijët e tyre, ashtu siç duan më të mirën dhe nga nxënësit. Besoj se edhe ti vetë ke hasur këtë, apo jo? Shpesh bile, unë tani e përmend edhe me nxënësit. Kur vinte fundjava, babi vinte me në shtëpi dhe tamam ti duhet që të lexosh ato libra dhe të trajtonte si nxënës. Kishe 1 apo 2 orë mësim, një bisedë serioze dhe e shihje figurën e mësuesit para teje, jo vetëm në shkollë, por edhe në shtëpi. Të pasurit prind mësues vërtet të bën pak më të përgjegjshme. Sepse ta gjërat i merr më me rezervë, i mendon, i analizon shumë më shumë se sa ta kesh ndoshta vetëm 3-4 orë në shkollë. Absolutisht dakord me këtë. Gjithsesi, një sfidë do e quaja, me të cilën përballen çdo ditë mësuesit sot, përveç të gjitha kushteve të tjera në aspektin akademik, janë edhe prindërit, që më duket se janë një sfidë në vete. Si është raporti dhe ky trekëndëshi prind, nxënës, mësues ditëve të sotme? Unë vazhdimisht të tregoj se vërtet është dhe thelbësor për suksesin e parë. Pa bashkëpunim, nuk besoj se do të kemi rezultate të mira. Bashkëpunimi i ngushtë, do ta thoja, mes trekëndshit, prindit, mësues, krijon një mjedis të mbështetur i cili siguron rezultate shumë më të pritshme. Gjithmonë mund të shkojë drejt më të mirë. Sa funksionon te ne, nuk mund të themi që nuk funksionon mirë, po kemi ende hapësirë që përmirësohemi dhe të jemi pak më. A është ndoshta faj, në thojza thënë, faj i prindërve që fëmijët janë edhe aq të lirë ose aq të pa kujdesshëm ndoshta kur vjen puna tek sjellja apo çastja ndaj mësuesve? Është pak dëshpërues fakti që ka shumë prindër të cilët ndoshta jo shkojnë në mbrojtje, mirë po në mbrojtje të tepërt të fëmijëve. Edhe kur janë të vetëdijshëm që nuk ka të drejtë nxënësi ose fëmiu i tyre. Dikur nuk e kishim ne këtë fat. Ti nuk e mundur që ti thuash prindit se ke marrë 4+ në shtëpi, lere më ti thuash që ke marrë 1. Sot është e kundërta. Kur ti tregon që ke marrë një notë të dobët, prindi në vend që të ndalet dhe ta përmirëson nxënësin ose thjesht të kërkon falje ndaj obligimit që nuk e ka mbaruar dhe thjesht detyrës mësimit që nuk e ka bërë,
prindi merr guxim që kërkon, jo edhe një herë ta pyesësh, jo si ka mundësi, po e ka ditë këtë mësim, do thotë vinë me justifikime që ndoshta edhe nuk janë profesionale, ndoshta edhe nuk ju takojnë atyre. A keni hasur në një raste kur ju fajsojnë dhe ju? Që thonë është faj juaj që fëmija im nuk e di? Faj juaj që fëmija im nuk e di, nuk kam pas personalisht, mirë po ka pas raste ku është kërkuar të ullet kriteri i notimit. Ose të mos jipen kaq mësime, po t'ipen kaq mësime. Pa e ditë plan programin mësimor. Kështu që besoj se kjo është një sfidë me të cilën ju ballafaqoheni, duke mos, sikur nuk mungojnë, sikur të mos mungonin të gjithë fëmijët me të cilët ju merreni gjatë gjithë kohës, por edhe vetëm edhe prindëri duhet që t'i keni aty dhe t'ju tregojnë se si duhet ta zhvilloni orën mësimore. Notimi gjithmonë, të gjithë kolegët e dinë që notimi është faza më e rëndë ndoshta, edhe pse duket një numër, po thjesht aty ka shumë më tepër faktorë të cilët ndikojnë dhe duhet t'i kesh parasysh, dhe ti e munduar gjatë gjithë vitit, e ke lutur ndoshta, ka ndodhur që edhe lut për një notë kaluese, me që aq mundohet, dhe në fund të ballafaqohesh me kërkesa të cilat edhe ato janë të vetëdijshëm, se nuk i kanë arritur gjithë ato kërkesa, ose së paku një pjesë të tyre. Po me që me menaxhim të mirë, të balansuar, arrihet çdo gjë. Te kalohen edhe këto problematika. Më thoni pak, sa e vështirë është të jesh mësues në kohën e globalizimit dhe ku informacionin çdo kush mund ta merr me një klik, dhe në këtë kohë ku teknologjia është gjithkund? Unë e kam përmendur edhe në emisione tjera, do thot me nxënësit që i kemi tani duhet të jesh shumë e përgatitur, apo shumë i përgatitur, pasi para se ne t'ju tregojmë atyre informacion, ato vetë se i kanë marrë prej dikund, po e keqja qëndron atë se ato informacione nuk janë të verifikuara dhe nxënësi ushqehet me ato. Ky zhvillimi teknologjik i ka përparësitë e veta, ne pajtohemi sepse dhe unë i takoj kësaj kohe, mirë po duhet pak të ketë kontroll më të madh nga ana e prindërve, sepse në shkollë i shohim ne. Mirë po në shtëpi është mirë që të kontrollohen dhe mos të marrin informacione prej faqeve, prej burimeve të pasigurta, sepse vërtet ashtu nuk do të kemi asnjë rezultat. Dhe këtu rikthehemi sërish te ajo që e tham paraprakisht, që duhet të funksionojë mirë ky trekëndëshi, që të mund të funksionojë edhe procesi mësimor, arsimor i të gjithë nxënësve. Çfarë porosie do kishit pasur për nxënësit në ditën e sotme? Ka shumë porosi, unë vazhdimisht edhe brenda oreve mësimore në fund, ose në fillim, kurdo që ka nevojë dhe shoh që nxënësit presin një informacion jashtë mësimit, ose një këshill jashtë mësimit. Po do të isha tek ajo që të jenë më të përkushtuar, të mësojnë me entuziazëm, të angazhohen pak më shumë për të arritur qëllimet e tyre dhe të besojnë tek vetja, pasi çdo ditë është një mundësi për të mësuar dhe për të bërë më të mirë. Më të mirët e vetes, besoj. Tjetër. Unë ju falenderoj shumë për këtë porosi mbi të gjitha dhe për këtë bisedë kaq të ëmbël. Ju falenderoj që ndat kohë për ne në këtë ditë kaq të veçantë. Më lejoni edhe një herë që t'ju uroj gëzuar 7 marsin. Ju dhe të gjithë mësimdhënësve që janë duke na ndjekur në këto momente. Ishte kënaqësi për ne. Faleminderit.